Deti jon hapet përpara nesh si një skenë e pafundme blu. Në horizont, brigjet e rivierës shqiptare duken si pikturë gjallë, ndërsa në portin e Sarandës, një udhëtim i veçantë është gati të nisë dhe quhet Pashai VIP. Sot aventura nis nga qyteti i Sarandës, pikërisht për të shikuar rivierën shqiptare. Sot në udhëtimin ton është anija e bukur e punuar në dru, anija Pashai VIP. Tashmë njerëzit dhe turistët po vendosen brenda kësaj anijës për të filluar aventurën e ditës së sotshme, pikërisht nisjen nga qyteti i Sarandës. Një anije që prej vitesh është kthyer në një nga mënyrat më të veçanta për të zbuluar bukuritë e Bregdetit Jonian. Sot në bord, turistë vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të udhëtojnë përmes detit, duke lënë pas zhurmën e qytetit dhe duke ju dorëzuar qetësisë së Jonit. Motori ndizet, litarët zgjidhen dhe Pashai VIP niset dhe largohet nga bregu i Sarandës. Në momentin që anija largohet nga porti, Saranda shfaqet në gjithë bukurinë e saj. Nga bordi, aparatet fotografike ngrihen njëri pas tjetrit. Turistët fiksojnë në fotografi qytetin, gjirin, ndërtesat që shtrihen përgjatë bregut dhe atë pamje karakteristike që vetëm një udhëtim nga deti mund ta ofrojë. Muzika nis të shoqërojë udhëtimin. Tinguj shqiptar ndërthuren me muzikën e huaj, ndërsa atmosfera në bord bëhet gjithnjë e më festive. Por ky nuk është thjesht një udhëtim anije, është një udhëtim përmes një prej thesareve më të çmuara natyrore të Shqipërisë. Në drejtimin e kapitenit Ervis Tahiri, Pashai VIP merr kursin përgjatë rivierës shqiptare. Në bord është dhe stafi që kujdeset për çdo detaj që udhëtimi të jetë në vendin e duhur. Mes tyre, Artur Shuaipi, ndërsa pjesë e stafit është Ahmet Ali Ibrahim, i cili kujdeset për shërbimet në brendësi të anijës. Secili ka një rol, por qëllimi është i njëjtë, që turistët të përjetojnë një ditë që të mbetet gjatë në kujtes. Teksa Pashai VIP largohet Sarandës, panorama ndryshon nga minuti në minutë. Njëri pas tjetrit shfaqen brigjet joniane, Krorza, Kakomeja, Akuariumi, Gremina, emra që për turistët kthehen në destinacione, por për Bregdetin shqiptar janë pjesë e një historie shumë më të madhe, një histori ku natyra, deti dhe legjendat ndërthuren. Nga bordi i Pashai VIP, të gjitha këto marrin një tjetër dimension. Very unique, very, look at it, pirates, very unique, eye-attracting. We said and we were on a different boat, and we saw this boat, very nice party. We said, next day we're going with this boat. Are you having a good time here? Yes, amazing. What do you like the most in Saranda? In Saranda? Everything. It's very nice. The food is really good and tasty. The beaches are really nice. The water, very blue, very clean, just perfect. How did you rate your trip? Did you find it affordable? Yes, everything is. People are very nice. Everyone speaks English. It's very easy. It's really nice. Yes. Would you try this trip again? Yes. Actually, yes. Thank you for the interview. No problem. Because it's a very large boat with a lot of entertainment, and it's gonna be very, very fun. Are you having a good time? Yes, of course. Oh, we found it in Saranda. How's this like Saranda? It's very beautiful. We really love Albanian people. They're very kind, very good people. It's very nice in here. Super beautiful. Would you try this trip again? Yes, of course. I would rate 10 out of 10. It's very comfortable, very good, very nice, and super fun. Në këtë udhëtim është dhe televizioni Apollon, një ditë e kaluar në det, për të sjellë për teleshikuesit atmosferën e një udhëtimi turistik, por edhe për të përcjellë një tjetër pamje të turizmit shqiptar. Turistë nga vende të ndryshme të ulur pranë njëri tjetrit bashkohen nga e njëjta eksperiencë. Deti nuk njeh gjuhë, bukuria nuk ka nevojë për përkthim dhe Jonin të gjithë e kuptojnë njësoj. Orët kalojnë dhe Pashai VIP vazhdon lundrimin. Çdo ndalesë është një tjetër mundësi për të zbuluar natyrën. Bregu afrohet, anija ngadalson dhe panorama e Jonit shndrohet në një ftesë për të zbritur në ujë. Rreth orës 13, Pashai VIP stacionohet pranë një prej brigjeve të bukura të itinerarit. Turistët nisen të hidhen në ujë, disa notojnë e disa pushojnë në bord, të tjerë fotografojnë çdo moment. Është koha kur deti bëhet pjesë e drejt për drejt e udhëtimit. Pas notit vjen një tjetër moment i rëndësishëm i kësaj eksperience, dreka. Në brendësi të anijës stafi përgatit gjithçka për turistët. Në krye të kuzhinës është shefi Renaldo Era,
i cili kujdeset për menun dhe për çdo detaj të shërbimit. Një menu e pasur, me shije deti dhe produkte që përshtaten me atmosferën e një udhëtimi në Rivierën Shqiptare. Nga më të vegjëlit e deri tek të rinjt, secili gjen atë që kërkon. Edhe gjatë drekës, pashaj VIP mbetet në qendër të vëmendjes. Stafi kujdeset për turistët, ndërsa drejtuesit e anijes janë pranë tyre gjatë gjithë kohës. Atmosfera është miqësore, bisedat zhvillohen në gjuhë të ndryshme, por mesazhi është i njëjtë: falënderime për Shqipërinë, për Sarandën, për detin jon, për bukuritë që turistët kanë parë gjatë gjithë këtij udhëtimi dhe mbi të gjitha, për eksperiencën që po përjetojnë në bordin e Pashaj VIP. Udhëtimi duket shumë i bukur, vendet që ka Shqipëria janë kryevepër. Ftoj të gjithë turistët e huaj të vinë të bëjnë një udhëtim me anije Pashaj, se është vërtet një mrekulli, dhe është vërtet një mrekulli. Unë jam emigrant në Itali dhe pothuajse vi çdo vit. Çdo vit jam. Shqiptoni Bregdetin shqiptar, pasi ju vizitoni çdo vit. Atë Bregdeti shqiptar sa do vjen po ndryshon si nga turizmi, si nga çdo gjë që kam parë, ka akoma për të përmirësuar gjithmonë, por shoh shumë bukuri dhe ka akoma shumë gjëra të mëshirta që duhen akoma për të. A do të rekomandoni një miq dhe shokët tuaj që të bëjnë një udhëtim me anije Pashaj VIP? Normalisht që po, unë ftoj të gjithë miqtë e mi, gjithë shokët e mi dhe gjithë shqiptarin dhe gjithë turistët e huaj të bëjnë një udhëtim me anije Pasha, sepse është një mrekulli e vërtet. La prima nostra esperienza qui in Albania con questa bellissima nave è stupenda, vedi tante cose, tra cui la vastità del mare e c'è molto divertimento per noi giovani. Abbiamo solo 20 e 26 anni, ci stiamo divertendo come dei bimbi di 13. Bellissima l'Albania! Viva l'Italia e viva l'Albania! Në këtë pikë të udhëtimit, deti duket sikur nuk ka fund. Horizonti bashkohet me qiellin, dielli qëndron lart, era e detit përplaset lehtë në bord. Dhe për disa orë, turistët harrojnë gjithçka tjetër, janë vetëm ata, anija dhe Riviera Shqiptare. Për çdo udhëtim ka dhe kthimin. Dielli nis të ujet ngadalë drejt horizontit, ngjyrat e jonit ndryshojnë, bluja bëhet më art dhe nga bordi vjen njoftimi. Pashaj VIP tashmë do të marrë kursin e kthimit drejt Sarandës, aty ku nisi gjithçka në mëngjes. Për kthimin nuk do të thotë fundi i festës, përkundrazi, ndërsa Saranda nis të shfaqet sërish në horizont, muzika ngrihet. Në bordin e Pashaj VIP nis festa, muzik, shkum e kërcime. Të rinjt bashkohen në një atmosferë festive, ndërsa deti vazhdon të shtrihet pafund rreth tyre. Një ditë e nisur me qetësinë e mëngjesit, tashmë po mbyllet me ritme dhe buzëqeshje. Është një nga ato momente kur kupton se një udhëtim nuk matet vetëm me kilometrat e përshkruar, matet me njerëzit që njeh, me pamjen që fotografon, me emocione që përjeton dhe me kujtime që merr me vete. Pashaj VIP duket se këtë e ka kthyer në filozofinë e tij, të udhëtosh, të zbulosh, të festosh dhe mbi të gjitha të dashurohesh me Rivierën Shqiptare. Allora, questo viaggio è molto bello, gira un po' la testa, oggi ci ubriachiamo e balliamo. Mua! Yes, it's of course very nice. Did you choose Pashaj VIP for your trip? Because yes, you get good price. Interesting. Everything is, the music is nice, everything interesting. Are you having a good time? Yes, of course, it's a very good time. Would you try this trip again? Yes, of course. Next year I go again here to the ship. How would you rate your trip? It's 10 of 10. Did you find it comfortable? Yes, it's good, it's very comfortable. Did you find this attractive? It's not, the trip is good. Sorry. Thank you for the interview. Yes, shumë kusht në kënaqet. Unë vi vit për vit në Shqipëri, nuk e harroj kur vendin tim. Këtu me anijen në Pashaj VIP jam shumë e lumtur, ka shumë të huaj, jemi të mirë pritur, kushtet janë shumë të mira. Unë i ftoj të gjithë turistët, të gjithë njerëzit që jetojnë për jashtë, apo të gjithë shqiptarët që jetojnë për jashtë të vinë të vizitojnë anijen Pashaj VIP. Unë jam shumë e lumtur këtu, po kënaqem jashtëzakonisht shumë. Në fund të lundrimit, Saranda afrohet gjithnjë më shumë. Qyteti nis të ndriçohet, bregu bëhet më i dukshëm, anija kthehet aty ku kishte nisur gjithçka. Një ditë e tërë në det,
një ditë mes brëqjeve të Jonit, një ditë mes natyrës, muzikës, ushqimit, notit, festës dhe mikpritjes. Allora, parto innanzitutto che è la mia prima vacanza in Albania ed è davvero stupenda. Abbiamo fatto questa esperienza con questa nave pirata ed è bellissima tuttora. Spero sia ancora più bella che ci possiamo tuffare. Saluto tutti gli amici di Matera. Love Italy. È una bella gita, stiamo esplorando una costa e non so cosa dire. No, è una bella gita, la nave è molto bella, grande e sicuramente ci saranno tanti servizi comunque ed è una bellissima giornata. Unë këtu jam Ahmed Egyptian, edhe kam punuar këtu 3 vit në Ania Pasha e VIP. Ishte shumë u kënaqur këtu me njerëz, me qita, jam shumë u kënaqur këtu me Pasha e VIP. Edhe perché è bellissima. Because it's beautiful. Taxivi. It seems good, it seems amazing on the internet. I asked a couple of friends that has been here before, what do they recommend? And they send us your number. Are you having a good time? Yes. Would you try this trip again? Yes, of course. If I'm coming back to Albania, I'm doing it again. How would you rate your trip? We just begin, but 10 out of 10. Did you find it comfortable? Yes. Pasha e VIP nuk është vetëm një anije që lundron në brëqet e Sarandës, është një mënyrë për të parë rivierën shqiptare nga një këmbë tjetër, nga deti, aty ku bregu duket më i bukur, aty ku gjiret e fshehura marrin një tjetër pamje, aty ku historia dhe legjendat e Jonit duket sikur udhëtojnë bashkë me turistët. Ndoshta pikërisht për këtë, ata që zbresin nga Pasha e VIP nuk marrin me vete vetëm fotografit, marrin një historinë e një dite të kaluar në Jon, historinë e një udhëtimi në rivierën shqiptare, historinë e një anije që është kthyer në një pjesë të kësaj panorame, Pasha e VIP mes detit dhe bukurisë të rivierës shqiptare, një udhëtim që nis në Sarandë, kalon përmes kaltërsisë së Jonit dhe përfundon me një premtim të thjeshtë. Këtu do të kthehemi përsëri.